10.000 veta, 10.000 pozita, duhet mos me i pasmo, që të pjesë të ta bëj unë, 6.000 si kena as të moshta. Ju do të merrni drejt. Absolutisht, të një pjesë. Do të rregullojmë ligjin për paga që e prek secilin sektor, prej policit, ushtarit, kredi. Jo mja dhon ka 100 euro, pa kritere. 65 milion euro e ka dhonë Rrogën e 13, me 65 milion euro ishin bo 3 stadione, ishin bo 10 pishina olimpike, ish bo me një tender, një burimor, ish krye rruga për Gjakovi, ish krye kjo ura në vrani dal. Ose do të kryeshin teleferikat në Shka kam bo, do më dhoni e ka dhonë Rrogën e 13, 65 milion euro, ju në shku njerëzit, pushime, ka blet, dikon diçka, që është investimi real, për një votë. Për vota ka bërë. Veç për vote ka bërë. Çka nëse e bën sërish tash para zgjedhjeve? Mundet me bo çka dush, edhe mundet me bo qysh dush. Po që kjo nuk o mirë. Popullit Kosovës, unë s'kom punë me... Popullit Kosovës e dhëmë, ne po ju lusim, vetëm analizën e situatën. Kënë dush votëne. Me në qofse kom një lutje, analizëm që ka po thëmë. Mos ma merë për të keqë. Po të thëmë që i ka pos 20 miliard euro në bugjet. Po të thëmë që është në pushtet që në vitin e 6 e unë e si alonë që në konë që 20 vjetë, 2 vjetë në pushtet. Unë e të kalëzë që a kom bo. Apo më kalëzën të që kjo qeveri që ka bo. A ki e legjë për sigurime, a ki sigurim shëndesor, se një legjë u kalu, po a ki e që 5 veti jo. A e din që i balafacime me barnatore. është balafacim. A din më që është që 2 herë po më bjenë, 2 njerëz u këthy nuk i blenë banat. A din që ka do më thonë me të smu dikush? Po me të bo me smu dikush do të me morë kredi me shërunë në tonë, e babën tanë. A do më në që kjo, pënalim të arsimi, te fundi për hullumtim shkencor, te fundi për universitetet private, te reformat, qka ka ndodhë bura po më kalëcan, hajde shkojmë te QKUK-ja. Qka, veç të regom qka kam po, e une po ju të regoj qka po bëj. Unë e po të thëmë, ku me regullu energjin, kur të regullu energjin, ku me liru këtë shmimet njërë zingjirore, po të thëmë që ato që i kemë si shtetë, që tu në deti s'kemë, që tu bjeshk, që të pozicion geografik, që ta njerës që i kemë këna me i nalë, që tu se këna me rritë ekonomin. Kur të rritë që ajo, këna me ju këthy sektorit publik, këna me regullu që atë ligjin për paka që është buke i rëndësishëm, këna me ju këthy të arsime dhe të shëndetësia dytë parat, dhe që tu projektet që janë asa ne asen këna me imshel. Dhe pastaj këna me ju këthy mrekullisë të 4, antarësimit Kosovës në NATO, jo për shkak klishes që po dojmë na me antarësue, po edhe fëmija i fëmijëve tonë, kur të antarësue që aty është maj sigurt. Flaj ma qetë, se kem një armik të përbetum, që kur s'nalët, as kur s'lanë të na sulmu, e karsi që ati armiku s'ka parti. Qatë është e vetëmja, është momenti kur që atëhere aleonca bëhet me vetë vendosin, me PDK-në, me LDK-në, e ata s'ponalën të na sulmu. Pa, kjo është momenti kur shuën vijat e kusi, po thënë? Absolutisht, do më thonë, kjo është momenti, po ne kemë vërtetua Adriatik aleonca atje din në dialog në kohën e thaqit e kemë qunë në kretarin tonë. Aleonca për Amrinë e Kosovës e para, është kur e ka bo këtë marrëveshje për energji që e ka përshëndet. A din qëfar deklarote kam pas ata për të njëjtën vetë vendosja për ne. Nuk kemi qenë në krah, dhe më nuk i kemi dalë kundër. Nuk e kemi sulmu karshi Sërbis, po unë po ju thëmë, hajde ndreqëm Kosovën. Edhe për fund që apo du me thonë. Situata geopolitike është bukur problematike. Situata e brendshme në Kosovë është bukur e polarizume, so që i në orë në qatë stadë, që vla me vla s'flet për parti. E partit në mje veti flasin, kanë koalicione, më strajnë. Po harohet kjo. E më strajnë, kanë koalicione, PDK-ja me VV-n, VV-ja me AK-n, LDK-ja me VV-n, kanë koalicione, a kanë e për komunë, ati kur ki parim politik, që zbë koalicion. Që i bie, po përçahet, populata, kurse në fund partit po bashkëpunojnë. Popullit Kosovës që po më dëgjën të folë, që po ma shetë që të emocioni, po ma shetë që kom përnej me, nuk jam artist. Jam njëri që jam që 22 vjetë edhe kom që ka bëj edhe pa politikë. Absolutisht talon nesër, 5 pare që, po kom ideal. Unë e pesho rëzikun
shumë të madh në 2 pika. Kushdo që është e bo qatë regji, e qatë skenar, e që i ka bo disa epizoda. Epizodat mujnë me dalë për skenari, mëse qitë një për skenari se bëhet keq për krejt ne. Nalne, lutja jam është të nalëm, dhe me të shtatin, 3 javë dit i kemë. Dhe me shtatin. Dhe me shtatin, edhe fundit. Me mirë të dalit farës. Mëse shihni të shtatin ditën e fundit. Se mas shtatit vjenitetit, do bëhen deputet, do zbohen. Bëhet një qeveri, nuk des Kosovë. Kosova nuk është e varën në një njëri. Kosova është në temelet forta, është në të familja e Adem Jasharit. Të që ata 56 heroj, është një sakrificë sublime, dekad, gjenerat mas generate që spjegova, është në partneritetin me botën perëndimor me matë fortin në botë. Nuk zhdukët Kosova, nuk më në zhduk një njëra, nuk më në zhbanë. Po hajde mos të vanojmë vetën e të ecim për para se i kemë gjitha mundësit. Zoti Besnik Tahiri, për të mos i vënuar edhe emisionet e tjera, do e lëmë me kas. Faleminderit kisha nasin të ju kemë në studio. Nasi e emja, faleminderit shumë Adriatik. Rubicon me Adriatik Kelmendin përkrahet nga Interex, Alba Group, Auto Kaçandolli, Hazrolli dhe Palma.